Lajthitjet e kryelartësisë e të mburjes. Mendimi i tepruar për veten, objekti i aktivitetit të ndërgjegjes është shumë herë më i fuqishëm, më kompleks dhe më i thellë se sa ai mendje së vetëdijshme. Zbulimi i mendjes së vetëdijshme në psikologji zbulon se ne nuk jemi të vetëdijshëm më shumë se 9/10 e aktivitetit tonë të brendshëm mendor. Përveç se asaj që njeriu dëshiron në mënyrë të ndërgjegjshme, ekzistojnë disa nxitje të tjera të forta të brendshme që e drejtojnë dhe e detyrojnë atë të bëjë shumë gjëra, për të cilat mendja është e pandërgjegjshme. Në shumicën e rasteve, është e pamundur të bindesh urdhrave të kësaj fuqie të brendshme që sundon njeriu. Shumë zakone të dëmshme janë në të vërtetë shfaqje të aktiviteteve jetësore të së pavetëdijshmes. Kjo tregon shumë për karakterin e papërmbajtur të shpirtit njerëzor, i mbushur plot e përplot me kontradikta. Nëpërmjet këtij kanali, motivet e fshehura në strukturën psikologjike të njeriut veprojnë ose në të mirë ose në të keq të tij. Me pak fjalë, dëshirat e ndërgjegjes, mendimet dhe motivet mund të luajnë një rol të fuqishëm në sjelljen e njeriut. Ato mund të kryejnë edhe funksion edukues dhe funksion të përpunuar, gjithashtu veprojnë edhe si një forcë armiqësore. Në kushte të veçanta, njeriu mund të arrijë të formojë një pamje tërheqëse në mendjen e tij, por kjo foto e mendjes nuk përputhet gjithmonë me realitetin. Kjo fotografi e personalitetit të njeriut varet nga kapacitetet e tij për t'u përshtatur mbi gjendjen e ankthit, shëndetit mendor dhe sëmundshmërisë, dhe ajo manifestohet në mënyra të ndryshme në sjelljen dhe aktivitetin e njerëzve. Në çdo shoqëri ka shumë individ që kanë një mendim të tepruar për veten, të cilët janë të prirë të jenë jo realistë dhe mbivlerësues me veten e tyre. Ky është një fakt i pamohueshëm i psikologjisë. Kur mendja e humbet ekuilibrin e vet sipas qyre jetës, prirjet narciziste çojnë në formimin e një imazhi të tepruar jo realist të njeriut, duke e drejtuar atë të humbas lehtësisht kontaktet me realitetin. Këto prirje mund të shfaqen dhe të zhvillohen që në fillimet e fëmijërisë, përpara se fëmia të arrijë stadin e vetëdijes dhe të jetë i vetëdijshëm, të përdor forcën e tij të vullnetit me qëllim që të arrijë një jetë më të mirë, formimi i tij mendor dhe këndvështrimi mbi botën, po ashtu dhe zhvillimi i mendor i shëndetshëm apo i pashëndetshëm, si dhe imazhi për veten ndikohen nga reagimet e familjes së tij dhe nga gjykimet e mjedisit rrethues. Si rrjedhoi ka raste që ai rritet ose si një njeri tolerant dhe i butë me pritshmëri të larta, ose i mungon forca e përshtatjes me shoqërinë dhe izolohet nga shoqëria duke u tërhequr prej saj. Në tërësi lloje të ndryshme sjelljesh, qofshin ato pozitive apo negative, konstruktive apo shkatëruese, luajnë një rol të papërshkrueshëm ndikues mbi fëmijët. Shumë nga ata që duken të fortë fizikisht, të shëndetshëm dhe të vendosur, vuajnë nga tensione psikologjike akute. Ka raste kur këto tensione mund të jenë të dukshme, duke manifestuar shenja të veçanta, të cilat mund të jenë shumë të padukshme për vetë personin ose për të tjerët. Ja përse këto reagime kalojnë pa u vënë re, megjithse simptomat mund të jenë shenja të një gjendjeje patologjike të rrezikshme. Mund të ndodhë që një person bën diçka të papritur dhe të paparashikueshme, gjë e cila mund të shkaktojë habi. Veprime të tilla janë shenjë qartë e një prirjeje të brendshme dhe një force tiranike të heshtur që merr nën kontroll vullnetin e njeriut, kundër kërkesave dhe prirjeve të tij dhe që ndikon në karakterin dhe sjelljen e tij. Secili veprim i kryer përmbush një dëshirë që lind nga një zakon dhe shprehi. Zakonet janë pjesë e karakterit dhe e natyrës së njeriut. Përvoja e zakonshme tregon se kur një prirje bëhet e fortë, shtyp ndjenjat dhe prirjet e tjera duke e bërë një njeri të mos marrë parasysh të gjitha konsideratat. Një njeri krenar formon në mendjen e tij një imazh të përkryer të sjelljes dhe të fjalëve që thot, duke e konsideruar diçka ideale dhe patëmeta që siguron kompleksin e superioritetit. Ai përpiqet të drejtojë të gjitha aktivitetet dhe reagimet e tij në përputhje me atë imazh artificial dhe të trilluar. Ai imagjinon cilësitë e tij vetjake, aftësitë dhe meritat e tij janë aq të larta saqë nuk beson se ekziston ndonjë emet në qenien e tij. Kështu që ai nuk dëshiron të dëgjojë qoftë edhe kritikën më të vogël për veten. Ka raste kur dikush i vën në dukje ndonjë tëmet pa ndonjë motiv egoist dhe në mënyrë krejtësisht objektive. Ai zemërohet tej mase duke akuzuar personin tjetër si kundërshtar dhe keqdashës.
Raste të tilla të dhimbshme krijojnë një revolt në shpirtin e një njeriu krenar, duke bërë që ai të tërhiqet me shpejtësi në një mënyrë armiqësore për të përçmuar, për të shkatëruar kritikën, duke qetësuar kështu ndjenjat e tij të shqetësuara. Një fuqi e fshehur dhe e pandërgjegjshme e shtyn atë në mënyrë të vazhdueshme për të provuar superioritetin e vet mbi të tjerët dhe prandaj ai nuk përmbahet nga ndonjë veprim që i jep rastin për të kaluar të tjerët dhe të duket në publik. Shumica aktiviteteve të tij ndodhin në fillim, edhe ato që janë të dobishme për shoqërinë, jo sepse ai ka një dashuri apo një dëshirë për to, por sepse dëshiron të konsiderohet si një njeri i dobishëm dhe i admirueshëm. Si edhe të duartrokitet si i tillë, ai është gjithnjë në gjendje ankthi dhe tensioni të skajshëm, se mos të tjerët do të dështojnë, ta kuptojnë pasi ai dëshiron shumë që të kuptohet prej tyre. Spinoza, filozofi perëndimor, thotë: Fodullëku është një lumturi që lind nga pasja e një mendimi të tepruar për veten. Këtë mendim një njeri fodull do të mundohet ta mbajë gjallë sa më shumë të jetë e mundur. Në këtë mënyrë do të duan praninë e parazitëve dhe të atyre që bëjnë lajka. Përcaktimet e këtyre njerëzve janë harruar sepse ato janë shumë të njohura, duke shmangur ato të mendjeve fisnike. Do të na duhej shumë kohë për të rreshtuar të gjitha të këqijat e fodullëkut, pasi fodullët janë subjekti të gjitha emocioneve, por askujt nuk i nënshtrohen më pak se sa emocioneve të dashurisë, mëshirës dhe keqardhjes. Sidoqoftë, është e nevojshme të vërejmë këtu se një njeri quhet fodull nëse ai mendon pak për të tjerët, dhe në këtë kuptim kryelartësia duhet cilësuar si hare, e cila lind nga mendime fallse që ne jemi superior ndaj të tjerëve. Duke e kuptuar këtë gjë, është e lehtë të kuptohet se një njeri fodull është detyrimisht ziliqar dhe sa i urren ata që janë mbi të tjerët, ata që janë shumë të lavdëruar, bazuar në virtytet e tyre. Mund të themi gjithashtu se urrejtja e tij për ta nuk ka përcehet lehtësisht me dashuri ose me mirësi, por ai kënaqet me praninë e atyre që i shkojnë pas qejfit dhe nga një idiot e kthejnë atë në të çmendur. Shpesh herë ata që dalin nga shtresat e ulta të shoqërisë bëhen kryelart, autoritar dhe imponues në marrjen dhe sigurimin e një far statusi social. Në këtë mënyrë ata kërkojnë të kompensojnë vetpërbuzjen që ata ndjejnë për shkak të mjedisit të tyre familjar të papërshtatshëm. Megjithatë, shpirti fisnik nuk është i kënaqur me një jetë të vogël dhe të izoluar. Kur qëllimet e njeriut janë të larta, tërësia e përpjekjeve edhe e mundimeve të tij rritet në mënyrë përpjesëtimore. Kur dikush ndalon në ndjekjen e qëllimeve të tij, jeta bëhet e plogësht, duke qëndruar në vend si rezultat i mungesës së progresit. Ata që kanë qëllime më të larta luftojnë në mënyrë të pandalshme për të ndërtuar ngrehinën e madhështisë së tyre mbi themelet e meritave të vërteta, me qëllim që të zënë një vend të merituar. Por ata nuk duan kurrë që të duken të famshëm dhe të vlefshëm, duke u bazuar në burimet e kryelartësisë dhe duke promovuar personalitetin e tyre, pasi e dinë se kryelartësia nuk sjell madhështi dhe vlera për njeriu. Njerëz me vlera janë ata që e njohin mirë veten dhe ecin përpara në të gjitha veprimtaritë e tyre. Ata nuk përpiqen të lënë përshtypje të tjerët me madhështinë e tyre imagjinare, duke pritur miratimin dhe admirimin e tyre.